Jonas, danke vielmal Jonas für das Applaus. Schau, wo ist Applaus? Ja, schau. Oder Ant. Ku jezenon o shkodran a e dini besën zenon shem ke vade. Mi mbrëma shqiptarë të mi, ku do qenin që të botën, ju përshëndesim edhe sonte, për çdo, si çdo javë, se kështë të thonë për çdo javë, si çdo javë sonte, ju përshëndesim nga përshëpia më madhe më bukur diasporës, regjia, po do këna mira në rregull që s'ka. Top, okej, ju përshëndes, uroj keni mirë, Zoti i bekoft, gjithë shqiptarët anë mban, ku do që janë, në gjithë globin, shqiptarët e diasporës, ju dua shumë, Zoti ju rujt edhe juve, ju përshëndes prej Zvicrës, gjithëve. Sonde do kemi dy mysafir interesant dhe për herë të parë ekskluziv në Folk Shqip Show, ku do marrim vesh dy hyje. E kemi thënë, hyje nga diaspora, do marrim vesh nga jeta e tyre. Do flasim për arte marciale, për një boksier i talentuar, i cili ka disa fitore, ka më pak humbje, por i lindur dhe i rritur në Itali, i ardhur që jeton në Zvicër. Do kemi një këngëtar tjetër i cili jeton dhe në Zvicër dhe do flasim pak për karrierën e tij, po gabimi im edhe i vllajt, do ta rraf vllajin kur shkoj në shtëpi se ma ka marrë çiftelinë, dhe këndon edhe me çifteli, përveç se këndon në rrymë të tjera, edhe me çifteli, po përpara se dalim i dashur ti kameraman që të kisha shkoqi apo të kallëzoj të kisha shkoqi, mos më kesh, hiç mos më kesh. Duhet më falendëruar sponsorët. Sponsorët tanë për neve janë të shenjtë. E kemi Kompleks Anesi në Gjilan, ku ju fton të porositni vilën tuaj sipas dëshirës, në Makresh, në majt malit, ku ka një natyrë shumë të bukur, një ajër të pastër, villa 270 metër katror banim, me pishinë verore dhe dimrore, dhe me 800 metër katror, 800 metër tokë. Kështu që ju ftojmë ta porosisni në këto numra telefoni që dalin, apo futuni në website Kompleks Anesi dhe shikoni se çfarë mrekullish bën në fshatin turistik. Kompleks Anesi, faleminderit shumë që jemi ne. Shkojmë në Prishtinë, fluturojmë me Prishtina Tiket, në Prishtinë të Dent Fix, doktor Fejmaliti, për të marrë buzëqeshjen tonë, për të rregulluar dhëmbët, për të zbardhur, për të mbjellur, për të bërë implante, për të bërë veneres, gjitha të Dent Fix, giganti i stomatologjisë në Prishtinë. Përsëri në Prishtinë, kalojmë prej Dent Fixit në Current Hair Fix, ku bëhet transplanti i flokëve më i mirë, pa efekte anësore, me mjekët më të mirë, teknologjia më inovative, më e rritur që është në Current Hair Fix në Prishtinë. Familja madhe Fix bëjnë punë të mëdha. Kështu që mbjellni flokët tuaja në Current Hair Fix. Hajde këtu edhe fluturojmë pa turbulenca për Prishtinë, nga Gjeneva, nga Cyriu, nga Bazeli për Prishtinë dhe Anasjeltas nga Prishtina, dhe në 17 destinacionet e Evropës me Prishtina Tiket. Prishtina Tiket, faleminderit shumë që jemi me Folk Shqip Show. Drejtor, bajamet prapë më kanë kap. Kam problem, po faleminderit që ma solla shërupin, është shërup për bajamet kjo, mos e kish kuptoni. Gëzuar me gjithë me shërup, mos mendoni që është diçka tjetër, është shërup, po më kanë kap bajamet të këtë ditë s'kam qenë shumë mirë dhe duhet me rregullu pak bajamet. Jonas, was lagst du? Okej, aj fakso. Bukur. Mos kesh mëre. E ftojmë mysafirin e parë, një djalë i talentuar në boks që ka zhvilluar disa fitore, ka pas disa humbje, tash nuk e di me ka humbë dhe me ka fitu. Për më gjatë, ne do e pyesim, është për herë të parë, ekskluzivisht në Folk Shqip Show, është një djalë nga Tropoja, nga Lekbibajt, apo nga fshati Curaj Debër, ku realisht kam shumë miqë dhe shokë, sidomos Arjan Përbiven që e përshëndes nga Curaj Debër. E ftojmë me duar Turkiti, unë big up von Jonas, Florian Çokaj!
Florian, mirë se erdhe në Full Ship Show. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. E kënaqësi që të kemi në studio. Faleminderit. Dosha me dik, sa këngë din me këndu? Për kënga se jam fort i kafën. Po ja gore, e nga trova me Safirin tjetër. Florian, kënaqësi, kam dëshirë për publikun e gjerë që na ndjekin, kemi shumë shikues në gjithë botën, me ditë pak a shumë një prezantim, vetë prezantim, të lutem. Unë kam emrin Florian Çokaj, jam lindur në Tropoj, jam 30 vjeç, në shkurt i bëj 31, edhe... Me çfarë datën shkurt, më fal? 10 shkurt. Me 10 shkurt? Po. Okej, i gëzofsh, se që kam i ujorë, dhe unë edhe ti. Apo? Po, ujorë. Shumë i mirë. Jemi shumë mirë, ne, gjiganda jemi. Gjiganda jemi, Florian. Pa, super, ja, super, shajmojt mirë s'ka. Regjia më le Born to be King, se Floriani është king, të lutem, Born to be King brapa në background. Edhe... Kur u bona 3 vjeçar, kena ikë për Itali, kena emigrue me gjithë familjen. Edhe jena stabilizue afër Milanos, qyteti ka emrin Lecco. Edhe aty kam vazhdu shkollet, shosni, jam rrit. Pra ti s'man men 3 vjeçar kur je shku në Itali, s'man? Jo, hiq. S'man asgjë men. I fije pak rrugën atin, po se di ndoshta janë pak idetë mia. Okej. Atin. Po ma mirë mos më kujtoj, mirë se nuk e kujtoj. Pse? Kena ardha di si gjithë shqiptarën që ato ku, me... Sakrifica, me... Po, me gomon, ku shkar me gomon, ku shkar... Se me gomon e ke ardhë? Po. Familja jote, pra të më thonë 3 vjeçar ke qenë kur kanë vendosë në gomone, ke fut detin në gomone. Po, unë, familja ime, edhe do familje tjera, unë tash nuk di sa ishim, po, ishim nëj 50 vjetë në shta. Në gomone? Po. A manment, ka tërgu i sërin babi, prindet? Po, ma ka njësë. Keni pas probleme gjatë udhimit në përdet me gomona, apo jo? Kemi folë mram për këtë qeshtë këtu, se kishim do mosafir, edhe qatë natë aty ku kemi ullëtu prej Shqipërisë deri në Itali, akon kohë shumë e keqe, me dalga shumë dhaja, më shumë herë, edhe kishim shumë probleme për me hecë. Edhe po, ne në shkoj mirë, gjithë kemi arrit mirë, pa si gjatë, po, akon mirë që, unë të thëmë, prapë mirë që se kujtoj. Mirë që se kujton. Po, duhet me tërgu dhe vështërësit në herë, me i kujtu. Po, ka herë po, se... Të bëjnë më të fortë. Po, jo, është të vërtet, është të vërtet. Bëjnë më të fortë. Lese jeta të cilë, vërshtë sa duesh. Po, ka sa duesh tira, thuj, që mundën me i kujtu. Po, probleme, sa duesh. Absolutisht, po. Po... Në Itali nga Tropoja, nga Legvivajt, apo herë në Tiranë, pastaj prej Tirane, apo si? Jo, ne kemi prej Tropojës kemi shku në Tiranë. Keni jetu në Tiranë? Po, pak po, tash s'm kujtohet sa. Se ka lindë motra. Po. Motra e tretë ka lindë në Tiranë. Kur e ka bo 8 mujsh, jemi ikë për Itali. Pa dhe motra në gomone 8 mujshe? Po, gjithë. Ti 3 vjeçar, motra 8 mujshe? Po, edhe motra madhe 25 vjeqe. 25 vjeqe, edhe gjithë në gomone. 5 vjeqe? Gjithë në gomone? Po, gjithë. Që jeni nisë për Itali? Po. Po, interesante, sakrificë madhe, shqiptarët kanë hekur shumë, janë kanë vujtë shumë, Florian. Qa s'kan vujtë në qato vitet aty, që s'kan vujtë shqiptarët. E tani, jeta në Itali si ka qenë për ty? Mirë me shosni, adin me shkollë. Edhe noj budalek vogël. Budalek vogël për shembull cili është që mundet me bëllë? Si mu, kur jem me shumë shosni, edhe shumë shqiptar, edhe është etnie tjera, adin, si të është pas si gangster, adin. Po. Unë pak shu e kam kaluë, isha i vogël, në 14-15 vjeqar, po preja që aty edhe vështërsia një shtet tjetër, me njerëz, adin, edhe pak racizmi në Itali. E keni vujtë pjesën në racizmit në Itali, ka racizm, ka pas, e? Ka pas, tashi ma pak, po, adin, ne shqiptar jemi intregu e mirë. Ne shqiptar, tashi janë edhe raca tjera, se s'muj mund të regu me... Integru. Me integru si ku kemi bëne. Edhe kur ishe vogël pak e kam vujt pak. E ke vujt pak? Po, si unë, si motrat edhe prindit e mi, normalisht. Po, me respekt, ty sill mirë ja kemi dalë. A i sill mirë gjithmonë, më thonë? Gjithmonë, s'kemi... A ka pas në që i sill keq? Tashi ne ka bim me shok që kemi pas gjithë. Po, ja kam dalë mirë. Ja ke dalë mirë? Po. Bukur. Bukur, Florian. Pastaj, ti ke vazhduar shkollimin në Itali, ke punuar ndoshta. Po. Kur ke filluar pastaj me boksin, me artë marcial? Ate, me artë marcial kam filluar si unë si motrat që të vegjë. Edhe motrat? Po. Edhe motrat kanë boksu? Jo, kena bo karate. Karate motrat? Po. Okej, që të vegjel. Pra motrat kanë hynë karate edhe... Edhe unë. Të trajt ishim karate, se babi kishte qef, na kishim qef, me shkue.
Unë e bësha karate edhe futboll bashkë. Po, okej. Edhe shkollë, kështu vazhdojshim. Kam marrë dhe i dyti në Itali, për kam marrë pjesë një, si thuhet, një organizat, kam marrë i dyti në Itali 2 herë. Edhe ty vazhdoj pak e kam lanë se kisha qef me bërë në gjatë tjetër. E vazhdoj pak me futbollin, edhe e lash edhe futbollin, edhe fillova me punua. Okej. Provova me bë kickbox, po nuk sa kon koha ime, s'u shko ke shumë. Edhe e fillova prapë kur isha 22 vjeç. Okej. Që e fillova që 22 vjeç, se lash më, për ditën së vite. Kickboxing. Kickbox. Okej. E tash në kickbox apo në Po, boks? janë kickbox. Kickboxi akoma. Po. Okej. Po ju që keni familje muskulere, është Allah, që baba jo sa pas ka muskulin Allah. Për babit i kam gallën. Ej, po që ka gjigant mëre, si e ka emri babi? Më. Nuë kush? Po, më çoka. Çoke. O, nuë. Po ti që mëse ka dalë dëmorin muskulet që ka. 60 vjeç. A 60 vjeç? 60 vjeç. Masha, bravo qoftë nuë, bravo qoftë, respekt. Merret me stërvitje dhe apo si? A marrë shumë me stërvitje, edhe me ne, a marrë shumë me stërvitje. Okej. Po tash me punë, nek familjen i ka lanë. Okej. Ka herë stërvitje bashkë. Okej. Ka herë po. Okej. Edhe shumë vështirë është. Është shumë i vështirë. Është i vështirë si prind, a? Jo, Si person. Jo, si thuhet, si sportist. Si sportist. Po, kjo shumë ka në oficer në Shqipëri. Okej. Edhe shumë i rregull, shumë preciz. Bravo. Okej, Ja, bravo. na ka fut një rrugë të mirë. Okej, bravo qoftë, respekt. Paska, tamam, duket që paska punuar me fëmijët e tij, bravo qoftë. Sot, ti si boksier, a një gjon babën për këshillat që ti jep, apo e ke kryt tënd? Ja, për ditë unë, ku flasim, ku më jep këshilla, unë mundohem Po. me i marrë edhe me i fut në punim. Këshillat e babës. Po gjitha, edhe të mamit, edhe Pra, familjes. nuk është që ti thu jo, unë jam edhe vendosi vetë. Jo, absolutisht. Bravo qoftë. Se nëse babi më jep në këshill, unë e di që babi di më shumë se unë, edhe mirë është me një gjuhë. Bja dhe jërë dorën qëto, se këto janë mesazhe të mira, Florian. Këto janë mesazhe shumë mira, bravo qoftë. Faleminderit. Bravo. E tani vazhdove ti me moshën 22 vjeçare kickbox, që nuk ju ndërprerë më. Ja, hiç. Fillove bënë ndeshje amatere në herë, apo Po. ke hy si vazhdoi karriera jote? Jo, unë vazhdova, ka jemi full light contact, do me thonë, nuk hi me goditje të forta trana, po vetëm e prek, edhe fito me pik. Unë kam bë disa neshë, nëj 50 neshë kështu. Amatere. Po, jo, amateur, light contact. Okej. Light contact është Okej. pa godit fort. Shumë të leta. Edhe mas 2 vite, kështu me stërvitje, kam hynë në amateur në full contact. Aty kam hunë, kam fitue, kam mësue, prej humjes kam mësue shumë, edhe kam bë fitorit e mija, ty përmirësue vetën, ty stëvish çdo ditë, e gjitha këto. Edhe mas 5 vjet jam hynë profesionist. Profesionist, po. Pas 5 vite. Po, mas... Okej, 22 vjeçar, i bjen 27 vjeçar ke hyrë profesionisti. Po, Okej. edhe kam vazhdue, kam bë do fitore, kam bë do humje, edhe për gabimet e mija, se marsha pak si të letë. A e mon me ndeshjen e parë si profesionist, me ka e ke pas? A kanë me ideal, të shesun kujtët e emri, po kanë aty në lagje ku kam jetue, edhe kam bë ndeshje shumë të fort. Ndeshje shumë fort. Po, kam bë E ndeshje fitove shumë- të parën apo jo? Po ja fitova. E nisa marrë, domethënë. Shumë, jo pak. Edhe e kam qitë në tokë 2 herë, po ky më zdi me çfarë forca u qun kam. Okej. Edhe kemi marrë ndeshjen. Okej. Edhe ndeshja pa ka hym, kam vazhduar mirë. S'm kujtohet mirë, ose dyta ose treta kam hum. E dytën ose tretën e ke humbë. Po, se s'm kujtohet mirë, Po, e dyta apo treta, po, okej. po, edhe Me ka humbe, a banë me kundërshtarin? tashi kështu me përmend se më e. Okej, si Do të pas më shkruaj e pa si se pas ka dhënë shumë rëndësi. jo, Kundërshtarit po mendoj. ja, nuk është se kujtoj shumë Okej, mirë. okej. Kam do ndeshje, ajo pjesën e ndeshjen e dytë e kam hum. A ka një organizatë shumë e madhe, Okej. edhe e kisha bërë me një djalë që isha neshë si amator me ta, e kisha fituar. Kam hyrë në ring me shumë emocion, se kisha tonë familjen aty, shumë njerëz, edhe herë e parë që familja vike me mpa, Ke pas edhe emocione në fakt, e? shumë emocionet më Tash aja. për ty, prindrit kur të vinë me të pa në ndeshje, a është më mirë a më keq, sepse ka
Ka lloj sportistësh. Dikush ka dëshirë me i pas sepse ndjen emocion, dikush ka dëshirë me i pas se merr zemër. Në këtë rast me ty si ndodh? Varet gadita, si quajmë në mjeson, varet. Se ka herë kanë ardhur prindi kam hum, ka herë kanë ardhur kam fituar edhe mirë. Po varet nga si janë e vetën. Nga si quajmë mjes aty. Edhe pjesën e dytë e huma. E vuna pak vetëm, pak impresion. Se ta si huma aty kështu edhe se di e kisha pak vetën e urreje veten pak. Shumë. Pse e humbe? A humbe për taktik apo humbe të fuqia tëra apo Jo, më ka ik fuqia krejt. Fuqia tëra. Po, kam bë pjesën e parë mirë, pjesën e dytë i fillova pak me ra, pjesën e tretë. Pse ndodhi kjo? Presioni. Stresi, nuk e di. Okay. Po, se unë deshta me ba sa ma mirë, po. Edhe në fund të bëna të kundër. Po, absolutisht. Se kur më me ba mirë shumë, mundet edhe me dështu, realisht. Ja, është e vërtet. A ma mirë me marrë me sportivitet, me qetësi, nështë ta? Po. Edhe këto, me këtë kundër e kisha pak, ka pak me inat. Okej. Po. Edhe, shkoj keq. Pastaj ndeshje tjera kanë qenë... Po, aty... Tarë unë jam përmirësu e mirë që kur e kom ndru klubin, që e erdhe këtu në Zvicër. Se në Itali kisha klubin e mirë, po s'kisha si me hyp në nivel. Edhe kom luftu për rrypin italian atje, po huma. Prej që aty e ndava, e thash do ikin në Zvicër të familja, se kishta familjen këtu. Edhe kisha gjetë edhe një klub shumë të fort. Këtu? Po, këtu në Lozan. Prej që aty kam hymë mërën, kam bëjë neshe kam hum, se kanë mas 2 muaj që kisha fitu me ta. Kam bëjë 3 neshe të fundit, të 3-ja e kam fitu me knockout. Me knockout? Po, të 3-ja. E ke mërak knockoutin të, Shumë qef. E ke qef? Po. Ma këtë dhe regjia të foton e parë se du me dita, ma ka rrej që të floksh në asë ma ka rrej. Ma këtë dhe foton që ishte pra kësajt lutëm regjia në qofë se ka mundësi. Nishtë një foto, a ki reshta, e ki shkoqa? Ta e kam... Dhe ma vetuan se pesha se duhet shumë, pas ke bo mirë pas ke rejta. Edhe këtu, kam bo një neshje, kam bo 2 neshje një të natë, me një që vike prej Zvicër Gjermane, ka një madhë këtë tatuaj, kishte pak ftyrën e Jeger. Kena hypë këshu, 1 minut, në tokë. Ja, kam thuj hunën krejt kara në tokë. Bravo qoftë. Qështu duhet. Qështu duhet. Po babat kam su mirë t'ju, noja e ka fojt. Noja, po edhe noja nëse e kishtë muskulli. E ke pëm foto. Ku je. Bravo qoftë. Ja, mirë. Pastaj, ti e ke realizu në profesional sa ndeshje komplet? 16. 16. Sa i ke fitu e sa i ke hum? Kam fitu e 11 neshje, 7 për knockout, edhe 5 i kam hum. 5 i ke hum? Po 5 kam engel. Okej. Ja, s'do humi ma. S'do hum është ma? Ja. Pse e ke këtë bindje? Se lesë nuk është mirë me hum. E para, nuk është mirë. Kush nuk ka qef. Jo, s'ka qef. Po, du me basa ma fitore, me knas veten, me knas familjen, me knas kush më shtet çdo ditë, edhe me hyp sa më shumë në nivel. Okej, se kam një pikë ku du me arrit. Cila është pika që du me arrit? Është Glory. E kam një Glory, është një federata më e madhe në botë për kickboxat. Edhe du me arrit aty. Do me arrit me shkuar. Po. Okej, do arritje. E ke mbështetjen e familjes? A, për ditë. Babi apo mami të thot leket sport? Ja, mami fillimisht e kishte pak, ati, ku ja rref. Po, dhe se, kur e rref djalin, po dhe, është pak e sikletshme kjo pjesë. Po, edhe këthesh në shpi pak me shenja, me gjona, po. Edhe babi më thot, po ti për që e ka shkot jem, me po të raje hedhon. Po, ka dal, kam fillua me mu përmërsue, edhe veti e kam pase, kam hec mirë, e kam edhe vlau tash me veti, se edhe vlau ka fillua kickbox me mua. Më i vogël. Po, më i vogël, edhe ky është më i egër. Unë jam pak më i qetë, adin, e përdoj pak më shumë krye, jo që se ky nuk e përdor, po ky e kap më me egër. Okej. Edhe vlau më shtet shumë. Okej. Kur më paljestë, më nimon, më bë vretje, edhe sikur më kanë. Tash ndryshimi me Zvicrën dhe Italisë është i dukshëm? Ja, shumë. Shumë i dukshëm. Po. Pra ma profesionist, ma të organizuar janë Zvicrë, e? Po. Edhe trajneri im vetë ka në Glory. A vetë ka qenë në Glory? Po, Glory? vetë ka qenë atje, edhe vllai vetë është 4 herë kampion bote.
Edhe këta janë mjapin kësilla, më ndihmojnë shumë. Trajnerë Zvicran? Po. Zvicran. Po janë prej Kongos, më duket. Po Jetojnë në Zvicër. Po, jetojnë në Zvicër me vite. Çfarë thot trajneri? A thot që kemi mri? Po, edhe ky vetëm thot atje kemi arrit sa më shpejt, po. se Edhe vetë kam e të quar. E shef potencialin apo jo? Bravo qof. Ja, unë që kam marrë këtu, që unë jam këtu në Zvicër që një vit, edhe kam marrë këtu pak me stile tjera, s'mësha pak me make-up, do kolegi thum. Edhe mas 5-6 muaj që u stërvita me këta, u bana ndoshta në kickbox, edhe në boks, edhe në boks stërvitem shumë. U bana i dyti i treti në palestë më i fort. E nuk e thom unë, e thom palestë, po. Edhe do me thonë që heci mirë, edhe të njerët punojnë mirë me mua. Bravo. Kush është kickbokseri jot i preferuar? I kam do. Po cili është një që mundesh me thonë ky është king? Një që se kam njoft, po kam qef me njoft i shallë një dit, e kam emrin Badra Hari, edhe jam mundua me ja marr pak stilin e ti. I eger, po shumë me teknikë të bukur. Cili është e mu, se më tranove, kush është taj ta shofim jere? Harja ta shofim e kush është kjo tipi. Ma shkruj pak këtu e si pat emrin, se holandez është, Holandez është Florian, holandez. Me origjinë maroken, po është holandez edhe... Ta shofia se du ta përcjell pak se çfarë bish është, Normal, edhe Floriani ka me shku në hapat e ti, gjikant. Se në shojmë, Floriani prej cura i shepër, o t'i shohu jam. Është kë? Po. E pas ka ftyrë në vrash, kështu. Edhe i tjetër që kam pas muhabet me ta, Ke muhabet, ke pas... Jo me ta, me i tjetër, po që vetë është në Glori, Berjan Peposhi. Okej, Peposhi, po e njofte. Edhe ai kam bë pak muhabet me ta, në kështu në Instagram, edhe është shumë i fort. Është i fort edhe, Peposhi është shumë i fort, po vërtet. A ke mbështetje për i këtyne boksierëve shqiptarë për këtu? A ke muhabet me ta, të mbështesin, apo s'ke muhabet me ta? Me ata të famshëm jo. Jo. Ja, edhe me shkrujt, këta e kanë botën e vetë. Po, me ata që i kam rreth, si këtu në Itali, si në Shqipëri, si në Zvicër, merrem vesh me ta, flasim, bëjmë muhabet, edhe më shtetin një tjetër. Okej, kickboxing e ke pasion, pra, domethënë, e dashuron apo jo? Po, ja. E don. Çfarë pune bën tjetër përveç boksit? Unë tash punoj në shantierë. Dhe për shantierë punë e lodhshme, shumë e lodhshme. Okej. Po deri sot arriti në çat pikë ku do më arrit, do të punoj. Okej, çfarë duhet ty për me arrit tash përveç stërvitjes, me arrit në Glori? Më duhen publicitet, më duhet me bë ndeshje të forta, me kundërshtar të fort. Publicitet. Ma vendos pak Born to be King, të lutem background edhe regjia, bravo qoftë, sepse Florianin do kërkon publicitet. Publicitetin ja bëjmë ne, pastaj unë për vete besoj që çdo sportist, sidomos i arteve marciale, ka nevojë edhe për mbështetje financiare dhe për sponsor. E kështu që besoj që duhet me pas. Po, shumë. Të gjitha kush ka dëshirë biznese me mbështet këtë djalë prej Tropoje do ishte mirë sepse ka me arrit qëllimin e vet. Jam shumë i bindur që ky do arri fix në cilin apo qëllimin që ka. Në Glori ka për shku. Por për sponsor kush ka dëshirë edhe mundësi me mbështet Florianin, ku i ke rrjetet sociale, bro? Në Instagram. Si i ke? Florian Çokaj. Vetëm bash. Po, thjesht Florian Çokaj. Nuk bosh xhelos bomët, bo follow edhe femnat, se të bëjnë edhe femnat. Ja, hiç, unë s'jam xhelos. S'ke probleme këtë. Ja. Se t'ju thon bile femna mos bojnë nëse keni problem. Ja. S'ka problem. Nëse cili lekë publicitet unë kam mirë. A mo ka ndonjë që s'ka qëllim veç me thonë publicitet edhe lekë. Unë që i krat, i thu, thom vje keq, unë vetëm për sport. Vje keq. Aty e kam mend. Okej, mos i bëni follow për qëllime të tjera, vetëm për publicitet edhe sponsor kush ka nevojë. Bukur shumë. Si duket jeta në Zvicër tash? Ndryshimi prej Italisë në Zvicër është pak Ndryshon pak. Po, se këtu në Itali kanë jetën pak më mirë Italia apo këtu? Mo tralalaj thon. Mo tralalaj, po absolutisht, mo shqiptare, domethënë. Po, atje dalin, pin kafe, rin për çet. Ma qeto është jeta atje, po. Këtu kanë vetëm me punue, me bë lek. Si duhet? Duhet edhe me mënu për lek. Në Itali kanë më shumë medale. Absolutisht. E më najt.
Po, du të më adaptua. Absolutisht. Ati, kur ndro vendin, ti e vënuan llogarit gjitha. Absolutisht. Si thua, një vend e kanë më shumë për qef, një vend tjetër ka më shumë me punua, edhe du më adaptua. Ati njeri, Çfarë pasione tjera ke përveç s'kam pasën tjera. S'ke pasione tjera. Ja, unë e kam vetëm me punua, për veti, për familjen, edhe për kickboxing. Bukur. Në Shqipëri shkon, a je I lidhur me Shqipërinë, në Tropoj shkon, apo Nuk shkoj shpesh, se më pëlqen shumë, më pëlqen shumë me shëtit. Me dal jashtë Europës, me shëtit pak botën, edhe kam shëtit pak. Shqipërinë shkoj me familjen, ka herë, kam I shkue për I dasëm në Qeshor, kemi shku në Tropoj para 2 vjet, me pa ku tokën ku ka lind babi, edhe vendë mrekullueshëm jam. Është I mirë, Shumë. Ja, vend natyrë. Absolutisht, po, Vendet absolutisht. bukura. Vendet bukura, kemi vendet bukura, vërtet. Sa stërvitja, po çfarë përgatitjesh duhet me bë përpara një ndeshje, Florian? Për me qenë psiqikisht për me fitu. Pra domethënë për me fitu, jo për me humb. Ja, njeri stërvite për me fitu, nëse humb, adin, nuk e fut llogari njeri me humbje. Okej, si përgatitesh ti përpara një ndeshje? Unë përgatitjem një lloj si përgatitjem për çdo ditë. Për çdo ditë unë hy në palestër 100%, pa u mat, hiç. Hy mran 2 orë, 3 orë varet për stërviteve, bëj stërvite teknike, bëj stërvite muskolare, bëj gjitha. Edhe psikologjike, ka herë. E tash për me shku në Glori, sa ndeshje duhet me boti, edhe sa duhet me fitu, për me arrit atje. Çfarë si është rruga, hapat, cilët janë për me arrit? Unë e di që nuk ka ndonjë pikë që duhet me arrit, po duhet me ka një fanshëm. A di me pas Instagramin e mushur, me ka një shumë me pas jemër, edhe me pas një neshë spektakolare, me pas një stil partikolare, me pas një edhe neshë shumë fitura, shumë knockout, edhe pak humje. Me pak humje, me shumë humje Kur e ke ndeshjen e radhës? A ke ndeshje të radhës apo s'ke? Në fund mujt. Në fund mujt. Edhe kam një neshë shumë të fortë, e inshallah më afron sa më shumë në Glori. Okej. Me ka e ke? E kam me shku në Liban. Në Liban. Po. Okej. Me kampionin botnor I federatës se kam Wako Pro. Okej. E është nga federata më të mëdha e botë. Edhe shpresoj me fitua, edhe me fitu për knockout. Edhe ato janë ka servitën fort për me lëshu knockout. E tash që s'ke në Liban atje nuk ke shumë ndoshta tifoza shqiptarë si bëhet? Ja, po nuk më intereson. A nuk luan rol tifozllëku për ty? Luan shumë, po kur njeri din që ka në shtëpi ose në zemër I ka ata që e mbështetin. Me ka e ke plan me shku? A shkon me dikon të familjes apo vetëm? Ja, shkoj vetëm me trajnerët. Vetëm me trajnerët? Po, rrugë e gjatë, rrugë vështirë, edhe du me ka një përqendrim 100%. Pa pas emocionet tjera, se si kemi thënë përpara, kur jo është familja. Kam përshtypjen që të paktën zona prej ka vim ne, jo që s'duam t'jenë prezent prindrit, po edhe unë besoj të vetja ime kur janë ndoshta më ndryshe është. Po. Je më guximtar ndoshta. Po, se ke frikë, mos po a ke parasysh? Mos bë diçka të keq, o me hum, e ul pak veten. Absolutisht. Po, unë e di që një ditë, jo ndoshta nesër, po një ditë ka me bë krenar veten, familjen, edhe tanë shqiptar që janë nëpër botë. Ta urojmë këtë pjesë. Faleminderit. Patjetër që do ta arrijmë këtë pjesë. Shpresoj. Absolutisht. Me qenë se na ke ardhur në Lozan tashmë, këtu e ke shtëpinë tënde, tu vjen zajër ndeshje të kesh fitore edhe humbje, se njeriu duhet mbështetet më shumë kur ka humbje. Po, se kur fitojnë janë të tanë të mirë me thonë bravo. Pra, kjo është problemi I shqiptarëve. Realisht shqiptarët e kanë këtë keq që kur humb nuk të mbështesin shumë. Ja, po jo gjithë. Ato që kam afër vetës. Paktën rrjeti s'po flasin të shtëpia se. Jo, unë them edhe shumë. Paktën rrjetet sociale kur humb një sportist, komendet I ka negative. Ja, këto është shumë keq është. Realisht duhet një sportist paktën I këtij zhanri apo I sportit marcial me pas mbështetje dhe komente pozitive pikërisht kur humb. Se kur fiton I ka të sigurt, apo kur humb do të më thonë vullnet që me arrit për ndeshjen tjetër. Po. Se kur fitohet, të tanë mirë thonë, po bravo. Absolutisht. Kur humb, ta uli pak vlerën. Po, duhet me kanë edhe I fort me zemër, me thonë, vje keq, po. Kështu në jetën e përditshme, a je problematik, Florian?
Në jetën e përditshme në rrugë me njerëz, Ja, sepse ja. njerëzit tash njerëzit që merren me palestër dhe i harxojnë energjitë në fitness, realisht komunikojnë në jetën e përditshme janë më të qetë, më të urtë, më të ashtu. Ka ku mi shfry nervat. Po, ja, unë gjithmonë... Me ta bëu dikush për bërç në rrugë tash apo çfarë veprimesh bën? Ja, unë mundoj më shmangë. Mundohesh më shmang. Po, se edhe në kod që kanë ardhur tani ti nuk di çka kanë gjep njeri. Edhe me kanë kampion botë këtu ta nxjerr thika, ta nxjerr pistoletin ti thua ç'a mund të bëj. Kjo ishte e fortë gjikant. Kjo ishte e fortë. Po. Është shumë problem betem, se kush e di çka ka në xhep gjigant lëshon tokë. Sa do i fortë më kanë, është problem. Po, E më i fortë i ik. Ja, unë përgjithësi kur s'kam bë probleme në për rrugë se Adin, edhe babi thotë Bravo. me bë probleme, vjen në shtëpi unë t'jap tjera. Po gjigant Atëherë të hiqem. rruju se Ja, babi ja. ke krahin e fortë gjigant. Ja, unë tërhiqej, thom Bravo, bjeket se bravo. kam babin të shtëpia, thom Bravo qoftë. Bravo iki qoftë. problem. Ja, Ja, kur s'jam kam fort në probleme. Kam pas shok se kam bë probleme. Po. Unë gjithmonë i kam ik, se thash, Okej. ma mirë me kam kështu punë, shtëpi, me u sjell mirë. Një sportist i tillë, një bokser i tillë, kickbokser i tillë, ose konkretisht ti, a jetën familjare si e shikon për shembull, mu martu, me kriju familje, Po, tjetër. punë të shtëpisë, a i bën një kickbokser i fortë sikur ti për shembull, me fshi, me la, me shpërla, me la enë, me gatu një gjë për shembull. Që kickbokseri fort i bën çdo punë. Se e ma mendjen, e ma kokën gjitu në qafë. Okej. Ai që fluturo thot, ja, bëj e ti se unë, jam i fort, janë kickbokser, janë kampion bote, si bëj. Pra i fortë i bën. Po, normal. I bën punë të Po, shtëpisë. ai që e ka mendjen vetëm për çat punë, për kickbox, se e din që arrit një shtëpi me kulturë, me Po, respekt, Bravo. nuk e le si familjen, si gruan ose fëmijët, edhe vetë rrinë divan. Bravo qoftë. Dhe jetë të me dhallën dorë. Jo se Faleminderit. Florian, janë mesazhe shumë mira këto gjigant, se prej me ka njerëz që jo sprek, unë atje se bëj këtë, se bëj këtë, se nuk është. Ja, janë mesazhe që Bravo. familja mi ka kalue, unë Bravo. vetë i kaloj fëmijët e fëmijë, Bravo. e inshallah kështu hec. Bravo, kështu me vazhdu. Bravo qoftë. Faleminderit. Shumë mirë, më vjen shumë mirë Florian edhe për karakterin që paske, kulturën që paske, po edhe forcën absolutisht që po. E ç'a duhet na tash me bë me arrit fitoren tek ndeshja që e ke? A ta bëjmë publicitet me na ardh në Liban të shqiptarë se ndoshta ka edhe A, ne. në që se ka shqiptar në Liban të vinë, edhe ta... A din ndeshja ku ka me u zhvillua apo jo ta japim mesazh? Ja, kam harru vendin. Nuk e din vendin. Ja, po është në kryeqytet në Libanit. Okej, në kryeqytet Libanit, po, kush ka dëshirë me marrë vesh ndeshjen se ku ndodhet e Florianit edhe me shku me marrë pjesë në Liban, në qoftë se në ato zona ka shqiptar, mjafton me kliku Instagramin Florianit, Florian Çokaj, edhe Floriani natyrisht në story e nxjerr Po, e kam adresën, aty në edhe foto. gjitha i ka aty në foto. Bëjeni diamant, ma nxjerr emrin Florian Çokaj, të lutem, aty në ekran që dalin ma le disa sekonda si ta marrin njerëzit, ta bëjnë follow dhe ta ndjekin edhe ta mbështesin Florianin që ta arrin këtë fitore, se e afron më shumë afër glorit në qoftë se e fiton këtë ndeshje. Është shumë e rëndësishme për Florianin. Shumë faleminderit. Kështu që ashtu. Edhe mos harroni, shqiptarët në Zvicër kanë firma shumë, biznese shumë, duhet me mbështet edhe ju Florianin sepse mirat shkon me të mirë. Floriani ju bën publicitet mirë, ndeshjet i ka të forta, të fuqishme, logoja ju i mu sill nëpër ringjet ku Floriani bokson edhe ndeshjet është shumë mirë. Edhe Floriani ka nevojë për juve, po edhe ju për Florianin. Kështu që më tepër unë s'kam çfarë të bëj. Florian. Ja, shumë faleminderit edhe të lumë goja. Edhe ty të ngoja, respekt, faleminderit shumë. Kam dëshirë që ta japësh një mesazh për miliona shikues që i kemi në Full Ship Show, sipas dëshirës tënde. Edhe në qoftë se ke dikon me përshëndet specifikisht. Unë përshëndeti familjen, përshëndeti gjitha të njerëz që më shtetin, edhe një mesazh shumë... Unë gjithmonë e thom se kur e keni një dikon si mashkull, si femër, që merret me sport, mos ja uni kur vlerën edhe me fitue, edhe me hum, edhe rrini gjithmonë në krah, se ndoshta nuk ai njeri si e kam kalu vetë, nuk ta thot problemin. Se edhe unë vetë kam kalu probleme, momente të vështira, edhe s'kam fol me familje se s'deshta me ngarkue me problemet e mia. Po rrini gjithmonë afër, mbështeteni edhe mundoni me qërë gjithmonë sa më nalt. I pyetje, djalin tënd kur ta kesh,
A do i këshillosh tjetë kickboxere me u marrë me boks apo jo? Inshallah Ali me dorza. Me dorza. Pra do më thonë nuk Si mashkull, si femër, unë e mundohem. nuk keme në. Jo. Okej. Në fund ta kapi si do, nëse do me bë kickbox, nëse do bë futboll. Bukur. Po ta sjell një rrugë të mirë. Vetë çfarë do duhet. Bukur shumë. Vjen mirë Florian. Shumë faleminderit. Sa herë kjo është nevojë për neve, kjo është shtëpinë tonë këtu. Shumë faleminderit. Kështu që prej sot e mrapa je pjesë e jona. Shumë faleminderit. Zoti Trujt të rrej shumë suksese, Edhe edhe me fitore, edhe shihemi në fitore tua të radhës, edhe në Okej, intervista shumë tjera të radhës. Florian Çoka e përshëndesim me Torgitja, big up on Jonas.